Ndërprerja e shkarkimeve nga hidrocentralet e kaskadës së Drinit ka ndikuar drejt për drejt në reduktimin e sipërfaqes së përmbytur në zonën e Nën Shkodrës. Të dhënat e bëra publike nga shtabi i emergjencave civile flasin për një sipërfaqe prej 590 hektarësh në ujë nga 760 që ishte një ditë më parë, duke nisur kështu tërheqja e nivelit të ujit në zonat e prekura. Fshati Obot vijon të mbetet më problematiku, por ashtu si në Obot edhe në Dajç, është konstatuar një ulje e nivelit të ujit me rreth 20 cm krahasuar me një ditë më parë. Edhe në Liçen vjet re një zbritje e nivelit, duke ndikuar pozitivisht në normalizimin e situatës. Në rrugën drejt fshatit Obot është rikthyer qarkullimi me mjete të larta të ushtrisë, duke garantuar lëvizjen dhe aksesin për banorët. Reparti i Këmbësorisë së Veriut ka vijur operacionin mbështetës dhe monitorues, ku janë të angazhuar 15 forca dhe 2 mjetet kalueshmërisë së lartë. Sipërfaqja e tokës bujqësore me prezencë uji është në anë të malit 420 hektar, në Dajç 70, në Velipoj 90 dhe në Bërdic 10 hektar me një total prej 590 hektarësh. Sipas matjeve të realizuara, niveli i ujit në lumin Bunat e Kura e Vjetër është 8.40 metër, në Drin në Baçallek 7.80 metër dhe në zonën e Dajçit Buna 6.38 metër. Në territoret e bashkive Vaudejes, Malësie Madhe, Puk dhe Fusharës, situata paraqitet e çëndrueshme dhe nuk raportohen problematika. Strukturat përgjegjëse bëjnë me dije se po vijojnë monitorimin e situatës, ndërkohë hidrovorët e Velipojës vijojnë të funksionojnë normalisht në kotën 1.90 metër, duke punuar me kapacitet të plot për të menaxhuar prurjet. Argjenaturat dhe veprat e artit nuk paraqesin problematika. Ndërkohë të dhënat e fundit nga situata në hidrocentralet e kaskadës së Drinit, derisa shkarkimet janë ndalur, prurjet janë 400 m3 në Fierz, 230 në Koman dhe 30 m3 në Vaun e Dejes. Prodhimi ditor shkon në 26.000 MW, derisa niveli në kuota i hidrocentraleve është Fierza 292.4 metra, Komani 170.7 dhe Vau i Dejes 73.4 metër.